pyet ju. Shikues të nderuar, këtu në transmetim të drejt për drejt kemi edhe Ministren e Integrimit Majlinda Bregu. Ministre, urime dhe gëzuar këtë gjigant infrastrukturor shqiptar. Gëzuar për gjithë bashkë, se besoj nëse ka dy kombe, një kombë dhe dy shtete sot që duan tonë më fortëzuar në Shqipëria dhe Kosova. Me siguri kjo rrugë ofron mundësitë e jashtëzakonshme për shtetin shqiptar, për ekonominë e gjithë shqiptarëve në rajon. Se shikoni ju aspektin investimeve dhe thithjes investitorëve të huaj pas vërjes në funksion të kësaj autostrade? Unë jam e sigurt që sigurisht përveç këtij efekti i cili është emocionant për gjithë ne sot, rruga do të ketë në një të nesër me shumë të afër, do të ketë përfitimet e saj ekonomike dhe do të jetë një rrugë e cila do të sjellë investime për të dy, për të themi për shqiptarët dhe për Kosovën. Sepse sigurisht që rruga është zhvillim, rruga është edukim, rruga është zhvillim i tregtisë, rruga afron jo vetëm vendet nga pikpamja gjeografike, por krijon mundësinë e një integrimi të shpejtë të gjitha rajoneve të cilat lidhin. Prandaj besoj që tani me këtë që nuk e kemi patur dot dhe që e kemi sot me rrugën, jo vetëm do të jetë realitet ajo që e kemi thënë në hapjen e tunelit kur ishin prezente dy kryeministrat Berisha dhe Thaçi, tani jemi përgjithmonë bashkë, nuk ka më kufi, nuk ka më ndarje midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe sigurisht pas këtij momentit madh të gjitha zhvillimet e tjera janë të realizueshme, shumë më lehtë realizueshme dhe të mirëpritura. Ju në agjendën tuaj të veprimtarisë ministrore keni patur takime me homolog dhe personalitete ndërkombëtare. Sa vlerësohet ky eveniment rrugor, infrastrukturor në Shqipëri dhe a keni informacione se ka interesime që ato të investojnë në këtë zonë, por edhe në viset shqiptare? Është një nga qasjet më të dukshme dhe më të forta të Bashkimit Evropian ndaj gjitha vendeve që duan të jenë anëtare. Bashkëpunimi ndërkufitar. Kjo pjesë sidomos për ato vende të cilat janë fqinj me njëri tjetrin dhe që nuk kanë patur mundësi zhvillimi. Një pjesë e madhe e gjitha fondeve të Bashkimit Evropian janë pikërisht për projekte të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e infrastrukturës, me ngritjen e le të themi zhvillim të teknologjive ndërmjet të dy vendeve, apo dhe bashkëpunimin ndërmjet njerëzve me njerëzit apo people to people. Për sa i përket këtij aspektit fundit, besoj që ne kemi shumë të lehtë, nuk kemi nevojë për të promovuar bashkëpunimin njerëzit me njerëzit sepse jemi bashkë me zemër. Për sa i përket anës së infrastrukturës, sigurisht që janë një pjesë e madhe e fondeve, të cilat janë fonde të BE-s, drejtohen në zona të cilat kanë mundësi tani që me fondet të Bashkimit Evropian të zhvillohen njëkohësisht, pra integrim brenda rajonit, përpara se të jemi të gjithë bashkë gati për të integruar në Bashkimin Evropian. Më mungon një vizitë në Kosovë, nuk di se kur do ta realizoj në cilësinë e ministres integrimit apo jo, por shpresoj që do ta bëj shumë shpejt. Pa ta premtuar. Zonja Bregu, faleminderit, ju uroj suksese. Faleminderit të gjithë mirat. Shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni në transmetim të drejt për drejt. Pas pak çastesh tu pritet të bëhet prerja e shiritit dhe vënia në funksion të autostradës Rreshen Kalimash. Unë të premtova për zemra ime, dyshoj tek dy veç një çast.